Gjatë orëve të paraditës, përfaqësues të stacionit policor në Gostivar, sektori për siguri në komunikacion, kanë kryer aksion kontrolli në regionin e Gostivarit, me që rast janë kontrolluar 63 automjete që bëjnë transport publik të udhëtarëve. Për aksionin e policisë na njofton gazetarja Gëzime Imeri. Përfaqësues të stacionit policor në Gostivar, sektori për komunikacion, ka vazhduar aksionet e kontrollit në terren me qëllim të dedikimit dhe sankcionimit të tyre në kohë. Nga sektori i punëve të brendshme njoftojnë se vetëm gjatë orëve të mëngjesit në regionin e Gostivarit janë kontrolluar 63 automjete që bëjnë transport publik të udhëtarëve. Me që rast, 35 prej tyre janë dërguar në kontroll teknik të jashtëzakonshëm, përfshirë këtu 20 furgon, si dhe 15 vetura. Gjatë këtyre kontrollve, po ashtu janë hasur edhe 9 vetura, të cilët as pak nuk e kanë kaluar kontrollin teknik. 5 të paregjistruara, 7 prej tyre kanë pasur probleme me frenat, si dhe 3 nuk kanë poseduar pajisje të nevojshme. Për shkak të mangësive të lartë përmendura, nga stacioni policor në Gostivar njoftojnë se kanë përgatitur urdhër pagesa, ndërkohë që 12 vetura me autorizim janë larguar nga komunikacioni me vërejtjen se ata të cilët kanë drejtuar automjetin me frena të parregullta do të përballen me gjobë në vlerë prej 400 euro, ndërsa ata që kanë qarkulluar me veturat e tyre të paregjistruara dhe pa ju bërë kontroll teknik do të sankcionohen me nga 300 euro në kundërvlerë të denarit. Nga stacioni policor i Gostivarit njoftojnë se aksionet e tilla do të vazhdojnë edhe gjatë periudhës në vijim, me qëllim të sankcionimit dhe largimit në kohë të gjithë atyre që bëjnë shkelje të kësaj natyre, duke vendosur në pikpyetje sigurinë personale, por edhe atë të përgjithshme në komunikacion.